Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon pra ditën e transmeton Ebu Said el-Khudri, thotë se ditën e gjykimit, pra i dërguesi sallallahu alaihi wasallam tregon se ditën e gjykimit pasi ndahen më. Dhe kjo shumë e rëndësishme ceket se pasi ndahen më xhenetlit për xhenet dhe xhehenemlit për xhehenem, tu edhe hyjnë edhe njeriu i fundit që do të del prej xhehenemit për xhenet. Pra edhe ki kur do të hyjnë në xhenet, pas asaj më nuk ka, do të mshilet dera e xhehenemit dhe do të mshilet dera e xhenetit. Pra nuk do të ketë më as aty hyrje, as këtu. Atëherë thot Allahu subhanahu wa taala do të bjen një dash të ngjyrën e përhimt. Dash po. Domethënë dash me ngjyrën e përhimt dhe aty çka do t'u kthehet xhenetlive. A e njihni këtë? Ato e kanë përjetu krejt, e kanë përjetu vdekjen. Thot po e njohim, e dim çka është. Do t'u kthehet xhehenemlive. A e njihni kush është kjo? Pra kush është kjo? Po e njohim. Se e kanë përjetu edhe ata vdekjen. Edhe atë do të therret ai para gjithë. Do të thonë dash vdekja në formë dash. Dash, po vdekja do të jenë në formë dashit dhe do të therret. Kur do të therret do të thuhet xhenetlive khuludun fiha, pra ju aty do të qëndroni përgjithmonë. Kënaqësi se s'ka vdekje. Nuk ka. Domethënë kënaqësia do të vazhdon deri në pafundësi. Edhe xhehenemlive, pra do të thuhet prej tashma nuk ka maut, nuk ka vdekje tek ju. Vujni se s'ka më vdekje. Përgjithmonë. Por po tham, kjo do ndodh kur pasi del më i fundit i cili ka qenë në xhehenem është gjegë është pastrohet por ka pas iman. Do të nxirret pasi kalon kin xhenet, atë do të ndodh kjo. Kjo ndodhi që do të therret vdekja dhe mon nuk do të ketë vdekje pasaj. Pra në xhenet kënaqësi përgjithmonë, në xhehenem vujtje përgjithmonë. E tash xhenetliu kur ta marrë këtë informat, gëzimi do të shtohet alo më shumë se për shembull kur ti shoh gjithë ato të mira, gjithë ato të kënaqësia, e di se mo këto viç kam i përjetu. Po, s'ka më vdek, e kupton. S'ka më zhdu. Po, shumë. A xhenemliu kur ti shoh vujtjet e mëdha, edhe marr. Dhimbja alo më e madhe. Po, e din që nuk do të del. Vetë do të përsëritet. Çka ka përmend Allahu në Kur'an. Se këtë kur hek njëri, e di, i vënë vun thot, e di vdekja e kërkuar më është, e di. Po. Po çenem. Ja s'ka vdekje. Se edhe nëse digjet që ka përmend Allahu, digjet lëkura prej zjarmit xhehenem, dhe pse do të jetë lëkurë tjetër atje. Trupi i njeriu do të jetë shumë më i madh, që ta ndjej dënimin apo kënaqësinë në anën tjetër, më shumë. Do digjet ajo prej zjarrit, se zjarri është shumë më i fortë se sa i dynjos. Mirë po çka Allahu që mos ta përfundon vujtjen e tij, do t'ja ndërron likurën tjetër, përsëri dhimbje. Kjo do të vazhdon pa ndërprerje. Prandaj është mirë që njeriu të kthehet në vetes e ti folë vetes. A ja vlen për disra kënaqësi, të afatizuara, me kontraefekt apo me efekt ansor, të kësaj dënjoje ta humbi këtë që është e përhershme atje. Apo mjafton që të kërkosh mbrojtje që mos të hish në xhehenem. Xhehenemi është shumë i keq. Xhehenemi është shumë i keq. Nuk një sekond me hi. Domthonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe ka thonë kur njeriu i cilit i ka dhënë Allahu këtë mirat kësaj dënjoje. Apo një sekond, ai ka përmend një çast, jo sekond, një çast me shtin në xhehenem edhe me nxjerr, thotë ke pa dënit keqe, s'ka pa. Kjo shumë e rëndësishme kupton. Këto çështje që kanë janë duhet mi kuptu njeriu se xheneti dhe xhenemi të kësaj natyre. Pra, khuludun përgjithmonë këtu edhe përgjithmonë aty. Përgjithmonë këtu, përgjithmonë aty. Pra kjo do të Amin ya Rab. Ne duhet të kena parasysh të çështjet i marrim parasysh se është reale. Është reale.